Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sali Berisha mblodhi sot një protestë që e konsideruar kombëtare. Ka mbledhur, si thuash, popull nga të gjitha anët e vendit përpara kryeministrisë. U spostu aty Adriatik Lapaj, u zhvendos me njerëzit e raqjet e veta dhe erdhin për protestë kombëtare njerëzit e Partisë Demokratike dhe partive aleate, po aleate të Partisë Demokratike. Çfarë është kjo protestë? Sa e ndihmon ajo opozitën dhe sa e dëmton Edi Ramën në një ditë vështirë? Duhet të themi që çdo protestë është gjithmonë një gjë e rëndësishme dhe e mirë në pikpamjet kur është një protestë, sado njerëz të mblidhen. Kjo nuk është, domethënë, e rëndësishme është, shumë i rëndësishëm numri i njerëzve, por gjithsesi protesta është një akt i rëndësishëm, sidomos kur atë e kryen opozita. Por një fenomen ka filluar të vijë të re, pavarësisht nga lufta politike, pavarësisht çka bën qeverisja, por probleme shumë të rëndësishme, duket që ne nuk kemi filluar të mos kemi nerv si popull. Nuk si thua, jemi bërë pak konformist. Jemi bërë konformist me atë çka ndodh deri dhe me të keqen. Do të flasim, si thash, sa e ndihmon kjo opozitën dhe sa e dëmton Edi Ramën në një ditë të vështirë, themi. Kjo do të jetë pjesa e parë dhe e rëndësishme, shumë e rëndësishme për mbrëmjen e sotme. Si fillim, le të ndjekim një sinkron se çfarë ka ndodhur te kjo protestë. Shkurt. Sinkron. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, për të përmbysur këtë narkodiktaturë, një lloj si të përmbysëm etrit e tij 35 vite më parë. Edi Ramën do ta heqim ne, populli opozitar. Askush mos ketë iluzion se Edi Rama ikën me votë, jo kur. Po ja fjalën që ne do bëjmë atë, ja do vdesim, ja do rrojmë për liri. Dhe djeni mirë, se kur ne kemi dalë me këtë votim, kur nuk kemi humbur, kemi fituar, do fitojmë. Kjo ishte si thuash një panoramë gati 2 orë, u zhvillua për gati 2 orë përpara kryeministrisë, pastaj pati një qëndres, iku Sali Berisha, dhe pati një qëndrim për shumë minuta, njerëz që thonin sikur ta agravoshin me policin, po ndoshta për të thithur sa më shumë mjetet e transmetimit, domethënë televizionet, sidomos ato, mediat ndërkombëtare. Po, edhe kjo është një gjë që të gjithë e bëjnë. Tani për të folur për këtë problematikë, unë do të kam sot Entona Bileka, mirëmbrëma, faleminderit, Andi Tela, mirëmbrëma. Indrit Vokshi dhe Ermir Gjinishi, faleminderit. Do të diskutojmë nga studio. Ndërkohë, unë do të kem në lidhje Arlind Qorin, kreun e Lëvizjes Bashkë, për të dhënë një mendim, jo vetëm për këtë problem, po pse këta nuk ishin. Pyetja thelbësore do të jetë pse nuk ishin në këtë protestë. Agron Shejaj, po në një lidhje që do të jetë pas Qorit, dhe pastaj do të kemi Adriatik Lapajn, i cili është e vendi vetëzakonshëm. Ma nxirr edhe një herë Qorin që t'i them që do pres të kalojmë një herë. Qori, faleminderit, Do të kalojmë një herë me panelin unë për të thënë diçka, me analistët të ftuar, dhe do kalojmë bashkë për të drejtuar pyetjet të cilat ti i mirëpret, besoj. Faleminderit. Do ndihmonin dhe gazetarët të cilët ne i keshim atashuar
te protesta nëse ajo do të vjonte, se thanë do vazhdoj deri nesër. Në fillim thanë vazhdon deri nesër ose pas nesër. Me thënë drejtën, unë mendova që mund vazhdojnë deri nesër, po Tela më thanë nuk vazhdojnë deri nesër. Nuk di pse më thanë nuk vazhdojnë, se po shumë gjëra të çuditshme po shohim në botën që në rrethon. Edhe nuk Bëj parë unë që i Berisha, të Kovendës së Shtypit. Kemi filluar të mos kuptojmë shumë gjëra. Nga të dy kratë, edhe nga ato që shikojmë, nga gjërat që dalim, po edhe nga të dy kratë shikojmë, po filloj të shikojmë gjëra shumë interesante, të cilat sa vjen dhe na utojnë si popull, sa vjen dhe bëhemi shumë të utuar. Pra kishim caktuar Oliverta Almuçën dhe Maringlen Kumen të afro opozitës për të bërë pyetje, nëse do të vazhdonte, por edhe nëse, si që mbaroj, për të bërë pyetje, se këtu njeriu që merret me administrimin e televizionit më tha mua, po si kur po bënim skaletën, se unë mendova i do vazhdonte, edhe i caktuam gazetarë që ti ishin aty, po si kur kjo të mbaroj, tha. Po i thesh unë, këtë drejtë. Duhet parë dhe kjo dhe kështu doli. Mbaroj. Por gjithsesi unë i falenderoj Oliverta Almuçën dhe Maringlen Kumen, të cilët ishin të gatshëm, por Flamurin kishin pyetur këta të fundit. Flamurin kishte pyetur kush është aty, emra tuaj. Nuk kishte dalë një emër i rrezikshëm, por ai kishte thënë që unë nuk dal me gazetarët dhe prerazi nuk dalim. Se nuk dalin me gazetarë. Kanë marrë vendim si Edi Rama dhe ata. Dhe mendojnë që po të vepro si Edi Rama, por Edi Rama është në Kal. Siç e kemi thënë, dhe këta janë në një vend tjetër, jo në Kal. Pra, s'kemi mundësi lidhje në teren për shkak se Flamuri tha jo. Dhe të tjerë besoj dhe thonin, po tha Flamuri jo, aty pjesa dërmuese thonë jo. Tani, shkurt dhe qartë, Anton, si t'u duk kjo protestë? Ju prezentova ju në? Po. Bëre. Jo, se Bëre. si prezentova shumë dhe disha të prezentojnë edhe Flamurin dhe... Po. Ishte një protest që po themi në pritshmëritë e njerëzve që do të fillimi i një valje protestash që pretendojnë të rrëzojnë Ramën, kishte një pjesëmarrje të mirë. Entuziazmi nuk ishte shumë i madh, por pati alternativën në fund, fjalimet, një nga protestet e zakonshme në fakt nga ato protestet e mëdha të PD-s, që do shohim se çfarë do të sjellë. Problemi është këtu që protestat tu janë bërë pak skematike dhe ne i dim se çfarë sjellin, çfarë do ndodh. Dhe vetëm i doli nga skema këtu ishte që pas fjalimit të Berishës ndodhi ajo hedhja e atyre Nuk të duk skema Morotovëve. Se ajo ishte skem shumë me qartë. Nuk ka ndodhur kështu. Nuk ka ndodhur me atë dirigjimin që kishte... Jo, ikin ata dhe do me thënë, popullata shprehu zëmrimin. Pra u largua leadershipi dhe pastaj njerëzit shprehën atë zëmrimin, që partia pra nuk ka lidhje me këto aktet, po janë njerëzit vetë. Sado që t'jetë një protest partije politike, dhe kjo e vërtetoi, nuk mund të udhëheq dhunën, nuk mund të udhëheq një revolt ndaj regjimit, ndaj qeverisë. Sepse partitë politike si në vetvete, duke qenë politike, nuk mund të udhëheqin dhunë. Kështu që nëse nuk ka një protestë popullore, genuine, e nxitur, e frymëzuar nga këto që ndodhin, nga këto që po ndodhin dhe që nuk i kemi dëgjuar ndonjëherë dhe nuk na ka shkuar mendja ndonjëherë që mund ndodhin, do jetë e vështirë të ketë një revolt popullore që detyroj qeverinë të triqet dhe të shkojmë në qeveri teknike. Sado që kjo është një protestë e madhe, unë nuk besoj se PD-ja mund të nxjisë një revolt të dhunshme, demokratike po të dhunshme, të dhunës të kontrolluar, domethënë, e cila mund të sjellë rezultat. Ky është një nga shembujt se si nuk mund të funksionojë që një parti politike ta bëjë këtë gjë. Gjithsesi protesta si protestat vetvete, pavarësisht pretendimeve që kishte, në pritshmëritë tona ishte që nuk do kishte revolt, nuk do kishte dhunë, dhe kështu ndodhi, ishte një protestë të mirë. Një manifestim i mirë force.
Ishte një manifestimi mirë forcët, vade. Gjini ishti si e kuptove këtë, ishte një manifestim apo jo? Shiko, për të vazhduar aty ku e nisi zotja Bilekaj, ne çdo protestë në një shoqëri demokratike, jo më me kaq skandale, me kaq probleme që ka qeveria 4 të Ramës, janë normale dhe në shëndetshme për shoqërinë dhe këtu bashkohemi të gjithë. Shoqëria duhet të protestojë për gjëra shumë më të vogla se sa kaq. Çështja nuk është këtu, zoti Rakipi. Çështja është çfarë pritet nga protesta. Protesta politike nuk është shfaqje, po është alternativë për ndryshim. Dhe ne kemi 12 vite të paktën që kjo opozitë është, Partia Demokratike është në opozitë, dhe ne mblidhemi gjithmonë pas çdo proteste dhe çfarë diskutojmë, sa vetë morëm pjesë, çfarë u tha, ku u tha dhe kaq. Domethënë, protestat e opozitës kanë 12 vite që janë një lloj. Ka një shprehje Bonaparte që thotë, nëse e lufton armikun me të njëjtat mjete, ta dish që po i mëson artin e të luftuarit dhe do mbrohet më mirë se sa ty. Dhe kjo është e vërtetë që unë jam i bindur që ka shumë arsye që zoti Rama duhet të mos jetë më në krye të qeverisë dhe gjitha majtas duhet të qeverisë më. Madje jo mandatin e 4, por duhet të kishte ndodhur mandatin e 3, ndoshta edhe 2-tin. Po ne kemi këtu këto. 4 mandate rresht dhe kjo qeverisë. Dhe pyetja nuk është se sa vetë morën pjesë në protestë dhe çfarë bëhet. Çështja është përse zoti Rama, i cili ka rënë nga pushteti që nga mandati i dytë dhe deri tani, ne nuk kemi një opozitë e cila të rritet dhe të marrë pushtetin. Dhe ky është problemi që besoj unë, kështu do ta ndihmojmë dhe më shumë nëse do të duhet. Edhe ne në analizat tona, një ndryshim, një rotacion të domosdoshëm, cilën Partia Demokratike nuk po e bën dot. Çfarë ndodhi sot, zoti Rakipi? Të njëjtat njerëz, shumica e cilëve vetëm irritojnë shqiptarët. Nëse do të vish pushtetit, duhet grumbullosh forcë intelektuale e cila thith sa më shumë njerëz. Të thuash që jemi në një protestë kombëtare dhe të vinë disa mijëra njerëz, dy gjëra ka. Ose nuk ke parti të organizuar me struktura të cilat të organizojë mbështetësit dhe të sjellin në Tiranë, ose kaq është. Ose ti nuk motivon njerëz. Qartë. Po, gjithsesi është një protestë. Po bëja diçka, po bëjmë një bisedë para se të fillojmë në emision me zotin Vokshi, i cili është më angazhuar se mua këto punë partijake dhe po më thonte që Partia Demokratike ka 5100 ca grup seksione në gjithë Shqipërinë. Ne sot, sipas gjithë 5400. Po i ka tani. Sipas gjithë, shiko. 5400 sikur të vinin vetëm grup Po seksione. dëgjoj pak lutem. Vetëm sikur të vite kryetari i grup seksioneve, aq ishin. Dhe disa të mungonin, thuaj. Dhe vetëm një të vite nga grup seksionet, këto ishin numri i sotëm. Dhe ky është problemi që ka opozita, o themu. Dhe ne tu duhet të qëndrojmë më shumë, sepse të merresh me skandalet e Ramës është kot. Nëse ti bën një miting për të sensibilizuar popullin, je komplet i dështuar, se populli di gjitha këto. Puna është çfarë alternative i sjell ti popullit, që të besoj populli, të të mbështesi, dalin rrugë dhe të bësh rotacionin. Jemi në fazën e denoncimit. 12 vjet. Tani ti, dakor, Partia Demokratike frymëzon, kjo është temë që kemi diskutuar. Problemi është, a irritohen njerëzit më? E kam pyetje me vete unë këtë, është shumë e rëndësishme si pyetje. Tela? Tani, në këto 12-13 vite të qeverisë socialiste, ne kemi parë shumë protesta të opozitës Partisë Demokratike. Dhe opozita gjithmonë ka pasur motiv në protestë, shkeljen e drejtave të saj, blerjen e votës, skandale të bëra publike nga media apo nga vetë Partia Demokratike, të cilat kanë pasur momente të tyre kulminante, kanë pasur rënje. Kemi parë 4-5 foltorët e fundit të të hënave me pak njerëz dhe gjithmonë predispozita ka qenë që pak njerëz do dalin sërish në mbështetje të opozitës. Ajo që sot u quajt protestë kombëtare, ishte një protestë ku kishte njerëz, kishte pjesëmarrje. E rëndësishme është për të kuptuar që kjo ndoshta mund të jetë protesta e parë, e cila ka përballë 2 skandale shumë të mëdha të qeverisë socialiste, të cilat nuk janë më në kuadrin e skandaleve mediatike, apo të bëra publike nga deputet apo antar të Partisë Demokratike. Janë 2 skandale të bërë publike nga prokuroria e posaçme. Në të tilla rrethana, nuk është se ne duhet t'i ngarkojmë partisë kryesore opozitare tagrin e mbledhjes së sa më shumë njerëzve. Këtu mungon, kam përshtypjen, edhe pak reagimi qytetar.
do më thënë konformizmi që kanë gjetur qytetarët me idenë që këta që janë pushtet po na vjedhin votat, por edhe këta që janë opozit nuk ose janë më të mirë. Unë kam e qenë tela që reagimi është shumë i madh. Reagimi është... Jo reagimi. Reagimi është i brendshëm, por nuk shfaqet. Nuk shfaqet, pra nuk dalin njerëzit atje dhe nuk është thjesht çështja e partisë opozitare. Është çështja e shoqërisë civile e cila është praktikisht e vdekur. Është çështja e sindikatave të cilave nuk ekzistojnë. Është çështja e aksionit qytetar i cili është i heshtur. Mungesa e gjithë këtyre e bën edhe numrin e pjesëmarrësve për disa të ulët, për disa mesatar. Por fakti që ndodhemi pikërisht përballë dy çështjeve shumë të rëndësishme të spakut që ngarkojnë me përgjegjësi këtë qeverisje, këtu duhet parë thelbi dhe mënyra se si duhet reagojnë qytetarët, në kuptimin që mund të kemi një protestë 1 orë apo 2 orë të opozitës, e cila ndoshta mund të vazhdojë, por reagimi qytetar duhet jetë i tillë që të ketë një model ndoshta të vendeve fqinje që marrin përsipër të protestojnë dhe të protestojnë gjëre gjatë. Ne kemi rastin e Lapajt, që disa ditë ka qëndruar përpara kryeministrisë dhe prap njerëzit nuk kanë afruar në shumicë. Kemi një protestë bërë nga tjetër segment i opozitës, nga zoti Shehe, dhe prap njerëzit kanë qenë në numër të ulët. Këtu mungon shpirti dhe nervi i protestës. Njerëzit duken pafuqishëm për të reaguar ndaj asaj që bën qeveria. Dhe ne duhet flasim patjetër për ato 2 dosje që janë kulmi i mënyrës se si është menaxhuar paraja publike, sepse nuk kemi mos skandale të themi të drogës, të trafikut të drogës, të sjelljes harbute të qeverisë në Kush duhet flasë? Të gjithë. Po pra, të gjithë për dy çështje që janë shumë të rëndësishme dhe tregojnë mënyrën se si menaxhohet paraja publike nga kjo qeverisje. Që t'i japim letrat 100%. Media nuk është një pushtet që rrezon. Absolutisht, por tregon. Një sekond, sigurisht. Por tani ne nuk duhet të bëjmë jo titela. Duhet ju them njerëzve, ne nuk duhet të bëjmë tani shohim 2 skandale dhe kështu është e gjithë Shqipëria. Janë hapur 2 telefona, po të hapen 20, mund të smerohesh shumë më 1 minutë. Po. Por gjërat janë të ndara. Opozita, këto momente, këto raste, këto problematika, duhet i shpërthej. Ne i tregojmë, sigurisht. Emision e kaluar ne kishim. Një pjesë e mirë e medias e ka. Një pjesë e mirë e medias, po ajo është në drejtën e vetë. Është në favor të pushtetit. Po, punë e tyre. Po, ka një diferencë këtë mes. Në momentin që ti flet si opozitar apo si gazetar dhe prap je në suazën e gazetarit dhe të opozitarit, dhe është tjetër gjë kur këto dokumente mbi të cilat ti flet janë dokumente të prokurisë posaçme. Nuk janë më fjalë, janë prova. Prova. Këtu është diferenca. Pra këtu është problemi. Kur ke këto prova, ti nuk... S'ka dyshim. Mbi këto prova nuk fillon të dyshosh. Ka dyshim kjo i thotë. Duhet i marrësh si të vërteta dhe do të flasësh mbi bazën e tyre. Ka dyshim. Dhe s'janë këto. Nuk janë këto vetëm. Provat janë akuzë. Prokuroria e posaçme, jo. Po ka prokuroria e posaçme, vërteta. Por nëse një media apo kur të vërtetojnë, edhe se gjyqi nuk do ta bëjë. Mund t'i bëj publike. Edhe kjo, gjyqi se bëjmë dot ne. Këtu në SPAK, ato përgjime po, në përgjime në themi. Por përveç përgjimeve, tu ka një problem tjetër tela. Dhe askush nga aktorët e këtyre përgjime nuk ka dalë dhe thotë se janë të vërteta, janë të manipuluara. Tu ka një problem tjetër të rëndësishëm. Pjesa të rëmuese e kësaj klase politike që ne kemi lartë, me përjashtim të Edi Ramës, që është kryeministri dhe vështirë të vijet e ai, është pothuajse në akuzë nga kjo. Dhe të dy palët këtu kanë problematikë. Zoti Vokshi, kanë problematikë të madhe. Ndruen, ndrydhen e të gjitha. Apo jo? Mund më falë vetë më shedon. Ka raste që me merë opozita përsi për betejen për të rëzuar qeverin me mjete të dhunshme demokratike ose jo. Të vinë njerëzit ore. Nuk ka ndodhë, kjo është ndodhë. Edhe ajo që pam për televizionet e uaja. Politika ka lindur si mjetë që njerëzit merë vesh në mënyrë pajësore. Qartë. Kjo ishte një protest si e Lulzim Bashës, po pa Lulzim Bashën. Do të thëmë me më pak njerëz se Lulzim Basha, me më pak mandatet deputetës. Pa Lulzim Bashën, thotë. Edhe pa himnin në fund. Dhe pa himnin në... Një sekundë të filloj dhe të mbaroj fjalin, një sekundë. Minutë, e tha në metaforike shumë mirë. Protesta e Lulzim Bashës, pa Lulzim Bashën. Me më pak deputet se Luli, me më pak njerëz se Luli, dhe në fund fishek zjarët si Luli.
Pra këtë kishin si skenografi të saj. Tani, se duket si kur ne godasim opozitën dhe merremi me opozitën gjatë gjithë kohës dhe paragjykohet çështja. Tani, opozita ka një detyrë të bëhet e pranueshme, konkurruese dhe votueshme. Çështjet e tjera i zgjidh prokuroria dhe njerëzit dalin vetë, edhe për opozitën, momentin që do të kenë disa figura politike ose një parti politike e cila tregon se ka ndërmend të qeverisë dhe është e gatshme për qeverisur. Po ndiqja mbrëm, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në një takim me një person të diasporës dhe tha i kemi ardhur për të votuar, okej, tha votoni këtë keni qef, votoni këtë dëshironi, pra një kryetari një partie kandidat për kryeministër dhe të gjitha komentet për të ishin sa burri mirë, sa intelektual, sa njëri i pranueshëm, sa figurë mirë politike. Shikoj këta në Shqipëri, në momenti kur dikush ju thot nuk votoj për ju, thoni shitur të Edi Rama, i Bler, jeni popull dele, çfarë nuk i thon njerëzve. Pra ka të bëj shumë mënyra se si pozicionohet opozita në zgjedhje. Ktu ka ndodhur dy, s'po them skandale, po dy bomba administrative dhe shtetërore, pra rasti Balluku dhe kjo e Akshit. Normalisht për këtë duhet të mbështetet prokuroria, edhe këtu jemi të pozicionuar keq, sepse i thuhet prokurorisë organizat kriminale, i thuhet Altin Dumanit ushtar i krimit, një sekond se ka një problem moral pse nuk di njerëzit. Ka ndryshuar gjuha. Nëse do pas rasteve të fundit po. Njerëzit nuk e kanë marrë ende vesh se ka ndryshuar gjuha, si u ka mbetur në vesh Altin Dumani sot pati në fjalim prokurori i Gzimshëm. Zoti Berisha tha një prokuror bravo, një prokuror i duhet mësohen njerëzit me këtë. Po kërkon imunitetin. Pra opozita po e ndryshon gjuhën. Okej. Duke parë këto dy raste, po deri sot deri më sot ka pasur një pozicionim shumë të keq, që prokurori që godet këta, se këtu kryetar opozite ka qenë Altin Dumani, Dritan Prençi dhe Klodian Braha. Ata kanë qenë kryetar opozite, nuk ka qenë kryetar opozite. Se është ky problemi që thot zoti Rakipi që janë gjithë të pandehur. Se ti del kundër Belinda Palluku që është e pandehur, po je veti pandehur. Edhe këtu ka një problem të marrëdhënies dhe të komunikimit një partie politike me njerëzit. Pra janë disa parime klasike në politikë të cilat nuk i thyen dot. Pra ka shumë njerëz të zemruar, sidomos me këtë rastin e Akshit, ku thuhet që u mor peng biznesmeni. Edhe njerëz nga bota biznesit dhe njerëz nga bota medias, sepse shikojnë veten. Thonë mund të na ndodh ne kjo kur konkurrojmë për një tender. Mirë, po çfarë problemi ka? Nuk dalim, thot sepse nuk kanë krijuar një komunikim dhe një marrëdhënie me këto parti që duan të rrëzojnë Edi Ramën ose duan ta zëvendësojnë Edi Ramën, se ka një parim. Nëse unë dua të blej një xhaketë të re, nuk blej më këtë. Shkoj blej një xhaketë tjetër, një model të ri xhaketë dhe më të re. Tani pse duhet shqiptarët të çohen dhe blej një xhaketë të cilët e kanë zhveshur 2013-ën? Është çështje tregu, çështje kërkesë oferte. Pse duhet ta blejnë? Secili nga ne kemi prirën për blejnë diçka tre. Pse do ta blejnë atë robën të cilën e hoqën vitin 2013? Që mendon kështu reagimin e vet ndaj unë mendoj skandaleve të qeverisë. Mendoj që është njeri më i politizuar sa duhet. Jo, unë mendoj si një qytetar nuk ka të politizuar, përballë korrupsionit, përballë skandalit. Po nuk ka lidhje, si do ta bësh protestë? Nuk thot po dola unë të protestoj për atë që më vodhi. Po nuk është kjo. Do vija i duti tjetër. Ka shumë rëndësi, sepse njeriu angazhohet për të ndryshuar qeverisjen. Pse thot ai duhet sjellun dikë i cili ka qenë në qeverisje dhe ja kanë nxjerrë rrugën e zi. Tepria politike, kjo është të mendosh. Po jo, nuk është, kjo është një mendim racional. S'është mendim racional. Është mendim racional dhe partia më e madhe këtu është Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike kërkon të ricikloj vetveten, kërkon të ricikloj qeverinë e vitit 2013, që nuk është normale. Ta provoj një herë me një ekip tjetër, se ndoshta do fitoj. Po na është në lidhje, është Arlind Qori. Po. I cili është kandidat. Është parti e vogël. Është alternativ ndaj qeverisë prapë dhe apo jo. Po. Ne nuk po themi që ditë të mitingu Berishës. Po ditë të mitingu e Arlindit. Jo, por ka dhe një nuancë. Ditë të mitingu e Ulap. Është rëndësishme kjo ishte ta bilej. Politike kanë shtratë të madh këtu. Në sekond. Dy parti politike kanë shtratë të madh. Dakor, po ka një dalin, ai ka dalë si aktivist ai Ulap ai. Ka një konformizëm të tejskajshëm. Po ka marr vota. Ai s'ka dalë si kryetar partie. Ai ka dalë si aktivist, aty thotë unë do ri këtu sepse nuk pranohen këto që ka marr 65000 vota, nuk ka marr pak për herë. Dhe shkojnë aty në mitingun që bëri para 2 ditë. Nuk janë pak. Të shtunën e kishte ai, i shkuan në 2-3 veta aty, qytetar, sigurisht nuk janë pak, po duhet të ishin zemërimi, duhet të ishte kaq i madh. Është hera parë në zgjedhje. Mos besoj se duhet të ketë shqiptar që trinë në shtëpi, ku shikon.
këto, se një ambient i vogël tu edhe i dimu. Edhe ata biznesmenët vetë që thua ti, ata e din dhe që të tjerët i din dhe nuk kanë folur. Por, qytetarët që nuk i dini këto gjëra, dhe i shohin tani, dhe shohin se si sillen në parat e shtetit, në parat e tyre, njerëz që nuk kanë asnjë lidhje, nuk kanë askushi. Që thot ai askushi, që tende kjo vlen 2 milion, do bëjmë 4, 2 milion do i merr kështu me një fjalgoj ai, askushi. Se si askushi 10 milion euro i çon për çokoladë. Se si askushi 30 milion euro i zhduk për 9 muaj. Vjedhje. Këto janë gjëra që qytetarit nuk do të mbajnë në shtëpi. Nëse po themi të shkojë te Berisha. Por ai duhet ta tregojë vetë. Ai duhet bëjë nesër një protestë pa Berishën, pa lapën, po deshi. Po pse edhe vetë Berisha? Po kurse do të vetë, pak mund të shkojë te një nga këta. Edhe vetë Berisha ka mbledhur njerëz kur ka Berishën në këtë ekuacion. Jo, po marrim marrëdhënie në një parti politike. Logjika është kjo, që një qytetar që del kur ka një skandal, trëmb edhe opozitën që mund të vinë nesër në pushtet. Sepse edhe ai që nesër do vi në pushtet tot pritet se këta të heqin po vodhe. Por ka një cikël politik. Frika e mban pushtetarin të mirë me qytetarin. Demokracinë e mbron frika, nuk e mbron vetëm rotacioni. Sigurisht dhe rotacioni dhe qarkullim figurave. Por frika ndaj qytetarëve në rast parë. Duhet që një parti opozitare qytetarët duhet mbjellin frikën njerëz. Pse duhet kandidoj me të njëjtit njerëz? Jep ja mërzitrit tjerëve se mund të jenë më të mirë. Hajde, flasë, themi të PD-ja dhe Nuk e ka ty, e ka histori pse nisi shoqëri nuk reagojnë. S'ka lidhje për PD. Janë të dyja. Bëj ti biseda me njerëzit nëpër tavolina dhe çfarë thonë? Po pra, se del propaganda e Ramës dhe thotë që ju këtë, do na vi Berisha. Jo, nuk janë. Kjo është ç'e ka Berisha këtu. Në zgjedhjet e fundit opozita vet ka marrë 700 e kusur mijë vota, pavarësisht të ndara. Që do të thotë popullsia opozitare këtu ka. Ore ata që duan që të edukojnë qytetarët me protestën, duhet të thonë që qeveritarin e trëmb frika nga qytetarëve. Qeverisja e mirë është vjen bre frikës nga qytetarëve. Nuk vjen se ka burrat mirë në andej dhe burrat qinjtej. Jo më është frika nga qytetarëve. Makroni u tregua më i keq se të gjithë, sepse sa vajti në pushtet ngriti me 5 cent çmimin e naftës. E peti çaj u bë pastaj. Nuk ata i lekë e verdh ai si çonte dot në shtëpi, edhe pse u uli çmimin e naftës, edhe pse u bëri një paketë nimash. Po mirë pra tani. Ne krahasojmë Shqipërinë me Francën. Prandaj u bëi mirë Makroni. Su bëi mirë se Makroni çajse. Ne krahasojmë Shqipërinë me Francën. Po pra, jo, e bën qytetarët, nuk e ne themi politikani përballë qytetarëve. Ne krahasojmë politikani përballë qytetarëve, vetëm nga Afrika mund të jetë mirë. Ne krahasojmë vetëm në një aspekt Francën me Shqipërinë. Po pra, këtë po themi qytetarët. Ne duhet ta bëjmë nga Afrika, nuk e krahason as. Tu kanë qytetarët frikë qeverinë. Të futim Alin Qorin dhe të vijojmë pastaj pasi të mbarojmë me te, se do kemi dhe 2 të tjerë. Zoti Qori, tani unë kam një pyetje të parë, të rëndësishme dhe ju jeni njeri i drejtë për drejtë, me thënë drejtën. Unë ndihem i lehtësuar kur të kam në studio ose në lidhje ku do ku jemi, për arsye se ndryshe nga politikanët shqiptarët janë i klishe i gjallë, po dhe jo vetëm shqiptarë, po dhe politikani është njeriu që ka propagandën në xhepin e vet të parën dhe punon në një mënyrë shumë ti më përgjigjesh mua, ti pyet ai e përgjigjen e vet. Ti përgjithsisht më përgjigjesh në një mënyrë shumë të hapur dhe drejt për drejt. Tani, si të duk kjo protestë dhe pse ju nuk ishit? Nëse në një protestë mblidhen të gjithë faktorët opozitarë, do të thosha një gjë të njohur, që ka një, siç ka Anton Çehovi, ka një personazh i politishin që thotë gjithmonë gjëra që të gjithë i dim prej kohësh. Po të them ty, një gjë që të gjithë e dim. Po të ishit të gjithë bashkë, do ishte më e madhe. Por tani ne jemi gazetarë dhe jemi detyruar edhe ta përsëritim të gjë kaq të njohur. Një gjë që e dim prej kohësh. Tani, pse ju nuk ishit aty? Dhe aju thiri. Unë nuk i dëgjoj fare me thënë drejtat thirrjet e faktorëve të vjetër politike dhe të kompromentuar. Nuk bie dakord që po të ishim edhe ne sot me Sali Berishën, do të kishte më shumë njerëz në shesh, se sikur unë të shmendesha edhe të ndaja të njëjtin tribun apo të njëjtin shesh me Sali Berishën, mua nuk do më vinte asnjëri, as nga mbrapa as në krah. Po të gjithë mbështet televizjes të bashkë do më sikterisnin, se do më konsideronin tradhtar të gjitha parimeve që unë kam mbajtur deri tani në politikë, që është lufta e pa kompromis ndaj çdo faktori korruptuar dhe destruktiv të shoqërisë shqiptare,
kundër gjithë atyre që i shërbejnë oligarkisë ekonomike. Tani, sot Shqipëri ka shumë arsye për protestuar, madje ka edhe më shumë arsye për protestuar se çka njerëz në për protesta. Ka korrupsion, ka kapje të shtetit, ka kriminalizim të gjithanshëm të institucioneve publike. Ky rasti i fundit i Akshit tregon diçka që është vërtet shmeritse, ku arrin puna deri në rrëmbim personi. Atë biznesmenin, po mos e pranonte që të tërhiqej nga tenderi, atë të shkretin kushtetit do e gjenin copa ne sot. Se rrëmbimi është për të të bindur të bërë diçka për ndryshe do të ekzekutojnë në mënyrë krejt mafioze. Unë para pak orësh po dëgjoja një prokuror të antimafjas italiane, Nicola Gratteri, boll i famshëm, i cili kur fliste për mafian shqiptare thoshte që është e dyta në Evropë mbas Ndragetas, sepse, thoshte Gratteri, vjen nga një shtet ekstremisht i korruptuar ku pastrohen parat në përmasat të jashtëzakonshme. Pra, shtet ekstremisht i korruptuar, pastrim shumë i madh parash, sjell që mafja shqiptare sot tjetë shumë e fortë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Evropë. Dhe pjesë e kësaj mafie, pjesë e këtij sistemi të komprometuar mafiozo oligarkik, sigurisht është qeveria në radhë parë dhe Edi Rama si kryesues i saj. Siç ju thash, sot Shqipëri ka shumë arsye për protestuar, ka arsye për të marrë me efektet e korrupsionit, pensionistat nuk blejnë dot një shishe kos, ndërkohë që ai zotria Agasi harxonte 3 milion euro vetëm verë. 3 milion, imagjinoni, 3 milion euro vetëm verë nga parat cilat janë bërë brenda ditës përmes aferave korruptive dhe ku përgjegjës janë të gjitha hallkat e shtetit duke nisur nga 1.3 është në letra Qori. 1.3 dhe Çfarë? 1.3 është në dokumenta. Vlera. Vlera. Okej. Është 1.3, jo, se dhe kjo ka një përdorim, jo për këtë rast. Po për çdo rast, jo të lutem. Edhe 300 apartamentet janë gjikundi. Llogaria aritmetike, por jo thelbi i çështjes. Ja ta vazhdoj edhe pak, ju lutem. Tani, siç ju thash, në Shqipëri ka mirë arsye për protestuar, ka edhe disa subjekte që protestojnë. Gjithsesi ne duhet të ndajmë motivet e protestave. Unë dua të vendos veçmas lëvizjen bashk që e ka treguar që motivi i saj është ta shkul me rrënjë të sistem korruptuar, kriminal dhe të kapjes së shtetit. Ne, ndryshe nga partitë e tjera, nuk duam thjesht të ndrojmë kuzhunjeri në kuzhinën e korrupsionit për të vjedhur vetë, por duam të mbyllim përfundimisht kuzhinën e korrupsionit. Dhe në rast se mbyllim kuzhinën e korrupsionit, ata që psojnë nuk janë vetëm politikanë të korruptuar deri tani, jo vetëm oligarkët dhe kriminalët që u shërbejnë, por në shumë raste edhe pronarët e televizioneve, sepse unë dua të kujtoj një shkrim të kolegut tuaj Andi Bushati para ca ditësh që i referoi një pjesë nga dosja e Belinda Balluku, thuaj se si paguaj koha televizive nga drejtorët e Belinda Balluku dhe Andi Bushati me drejt thoshte që pa hetuar edhe median e madhe e të kapur, ne nuk mund ta shkulim korrupsionin me rrënjë. Dhe për dalë televizja bashkë, ne kemi organizuar 2 protesta, që para kësaj sot mes Berishës kanë qenë 2 protestat më masive kundër korrupsionit tek parlamenti. Kemi kërkuar shkarkimin e Ramës dhe të Ballukut, por pothuajse asnjë media nuk e ka dhënë si lajm as para protestës, as pas protestës, ndryshe nga të gjitha protestat e tjera që janë në media 24 orë. Jepen lajmërimet ore çast. Protesta e lëvizjes bashkë ka kaluar pothuajse në errësirë, ndonse ka qenë më masivja. Aq sa zoti Tela, ndonse është gazetar me përvojë, në ligjëratën e vet nuk e dinte për shembull që Lëvizja Bashkë ka organizuar 2 protesta sepse nuk e përmendi fare. Ky është efekti i një politike parimore dhe të ndershme që do të çajë përpara edhe në kushtet e izolimit mediatik. Nga ana tjetër, siç ju thash, janë ato parti, duke nisë nga Cali Berisha, që sipas parimit vjetër çohu prif të ulet Hoxha, nuk e kanë hallin te korrupsioni, e kanë hallin se dikush po vjedh në vendin e tyre. Pra do donin vjedhin ata, por fatkeqësisht për momentin vazhdon të vjedh, ose prej 13 vjetësh vazhdon të vjedh Edi Rama. Dhe midis nesh dhe kësaj lloj opozite të kompromentuar nuk ka asnjë pikë përbashkët, e përpasoj nuk mund të jemi asnjëherë në të njëjtin shesh apo në të njëjtin protestë. Dua t'ju bëj një analogji me zgjedhjet e parakohshme që nuk u mbajtën në Tiranë. Të gjitha partitë e tjera, ashtu quajtur opozitare, u mblodhën bashkë dhe janë ende sot në koalicion për të mbështetur Florian Binën, kandidatin e Sali Berishës, ndërkohë që Lëvizja Bashkë do vendosi mua si kandidat për kryetar bashkie dhe ka qenë një moment që e ka ndarë politikën shqiptare, e ka ndarë shapin nga sheqeri. Kush është me Ramën, kush është me Berishën dhe kush është kundër të gjithë përbindshave të
politikës së vjetër dhe të oligarkisë ekonomike dhe mediatike që i mbështet ata. Të bëjmë pyetje vetëm? Jo, patjetër, një sekond vetëm. Vretjet e... Shiko sa interesante është, se tani mua sa po i telefonova zotit Qori, Agronit, dhe Lapajt u përgjigjen të tre që do të vinë. I telefonuam Partisë Demokratike dhe unë, dhe bashkëpunëtorët e mi, dhe ustrukën, dhe kjo është një gjë shumë e çuditshme. Se ata duhet të vinë të thonë dhe fjalën tani, nuk është jo vetëm atë paradën aty, bën atë paradën, atë demonstrimin aty, sikur do vrisin policinë që ta shkojnë kamerat e huaja dhe kaq. Ja ku del fletë zotria, tjetri do dal pas ti. Zotni Flamuri, zotni tjetri që janë aty, duhet të dalin dhe të shpjegojnë, se dhe këta dalin në televizion që duhen ata, të shpjegojnë njerëzve çfarë ata bën sot, çfarë realizuan, çfarë do bëjnë nesër. Pra, pyetje? Vetëm një pyetje, Arlind. Për te gjithave që the sot, ti vetë je dakord që pas këtyre skandaleve të qeverisë, pas mbi të gjitha këtyre dosjeve të fundit të zëvendës kryeministres dhe të Akshit, me kërkesën që në këto momente duhet një qeveri teknike dhe më pas zgjedhje të lira, a i bashkohesh kësaj? Ne kemi qenë partia e parë që ditë e para skandalit kemi kërkuar zgjedhje të parakohshme dhe urgjente. Po, qeveri teknike më parë, dhe po pas ajo qeveri teknike organizon zgjedhjet të lirat të mundshme. Për ne është shumë e rëndësishme që të ketë zgjedhjet parakohshme, sepse mund ndodh që Edi Rama t'jap dorëheqjen dhe thotë zgjedhjet parakohshme mbas një muaji. Çfarë do bëjmë ne? Do hyjmë zgjedhje nëse nuk ka qeveri teknike, pra ne jemi të gatshëm të hyjmë zgjedhje, sigurisht një qeveri teknike do ishte më mirë se sa po të qeveriste Rama, por Rama më lejo të them diçka. Ta mbaroja deri në fund edhe pastaj të vijoje. Lëvizja Bashkë nuk ka për të qenë kurrë pjesë e asnjë lloj qeverie teknike. Nuk ka në Shqipëri qeveri teknike. Në Shqipëri ka bashkë qeverisje, si ajo qeverisja dikushme midis Lulzim Bashës dhe Edi Ramës. Pra, mbas çdo tekniku do të shihen pjesë opozitës do jeni përfaqësuesit e tyre dhe nuk do bëjnë tjetër vetë Rama e vjedh sot, do ta vjedh me datë 5 duar të tjera. Por opozita ne nuk do jemi pjesë, po e them edhe një herë, e asnjë qeverie teknike, ne do kërkojmë rrëzimin e qeverisë dhe kemi shpresën që një parti politike me reputacionin më të lartë moral që në Shqipëri si Lëvizja Bashkë ka potencialin që të mbledh rreth vetes në javët dhe muajt në vazhdim një masë shumë të madhe qytetarësh dhe ta çojmë përpara këtë ide tonën për rrëzimin e qeverisë. Të tjerët që po them edhe një herë, janë sipas parimit çohu prift të ulet Hoxha apo çohu Hoxha të ulet prifti, nuk e kanë këtë reputacion moral dhe kjo është arsyeja pse njerëzit janë të distancuar ndonse, po e them edhe një herë, çdo protestë tjetër, jo vetëm në Shqipëri, në Evropë, në botë, lajmërohet më shumë nga mediat shqiptare se sa protestat e Lëvizjes Bashkë. 10 veta të mblidhen në Sarajev, ju siguroj që televizionet shqiptare do ta raportojnë shumë më shpesh se sa protestat e Lëvizjes Bashkë dhe më lejoni të them edhe diçka të fundit, se unë respektoj zotin Rakipi dhe falenderoj për ftesën që më ka bërë sot. Mirë po, me zotin Rakipi kemi një 2 muaj që komunikojmë vetëm nëpërmjet celularit, sikur të ishim në kontinente të tjera. Uroj shumë që në të ardhmen e afërt të kem mundësinë të artikuloj tezat e mia drejt për drejt dhe me kohën e duhur edhe në këtë emision. Po patjetër. Jo vetëm në këtë emision. Ti ke qenë në emisionin tim, je i pazënsueshëm, dhe do t'jesh, po ka patur edhe ngjarjet e fundit që ka ndodhur dhe gjithë. Por patur një programacion, unë nuk kam bërë një shkputje ty, as ty, as Agron Shejajt, as Lapajt, po sidomos ty, unë të kam patur vazhdimisht në studio edhe për... Nuk ke patur edhe të falenderoj, thjesht tash 2 muajt e fundit jemi parë vetëm online, Pse kemi 2 muaj vërteta? Kështu e bëra një llogari, po. Jo, ndoshta këtë drejt. Po, Arlind, e vetmja gjë që doja të shtoja për ato që po them më parë është që edhe sot Partia Demokratike bashkë me ata që bashkoheshin aleatët nuk artikuluan Tiki, Edi Rama dhe dim ne ta bëjmë më mirë këtë punë. Thanë që në këto kushte ku jemi ne duhet patjetër një qeveri teknike dhe zhvillimi i zgjedhjeve të lira në ndikimin e qeverisë teknike. Prandaj thash i bashkohesh kësaj kërkese, jo më tej faktit iku prifti ul Hoxha. Këti parimi dhe a protestohet për këtë parim pas atyre që dëgjojnë që ndodhin në Shqipëri?
ma dëgjuar arsyetimin deri në fund. Në Shqipëri, edhe nëse do kemi qeveri teknike, do jetë thjesht një qeveri ndërpartiake. Tani sigurisht që për zgjedhje do të ishte më mirë një qeveri ndërpartiake sesa një qeveri e Edi Ramës. Mirë, po mua më duket utopike që Rama edhe t'jap dorëheqjen, edhe do t'jap qeveritë ashtu quajtur teknike. Unë kam përshtypjen që kur populli, siç është sot Shqipëri, po zihen, zgjedhjet e parakohshme, kushdo që të organizojë janë një shans i artë për ta rrëzuar Ramën, sepse po ju them diçka. Qofse Rama ndihet mjaftueshëm i dobët për të dhënë dorëheqjen dhe thot, mbas 45 ditësh mbahen zgjedhjet e parakohshme, po qeveria do vazhdoj të jetë Partia Socialiste, atëherë këtu ka dy alternativa. Ose do bojkotosh zgjedhjet, ose do hysh në zgjedhje me kushtet ku gjendemi. Dhe lëvizja bashkë është gjithmonë e parimit që në zgjedhje duhet hyrë. Duhet hyrë me çdo kusht dhe parsore është që Edi Rama të shkarkohet ose të jap dorëheqjen. Ideja që përveç se t'jap dorëheqjen, do ndryshojë dhe kodi zgjedhor për mire, do ketë gjitha këto gjërat, këtu mua më duken kushtet ku jemi mund të jenë dëshirueshme, por janë utopike. Janë utopike, më kupton? Dhe një përvojë që kemi pasur ne të qeverisë ashtu quajtur teknike ka qenë e vitit 2017, ku Lulzim Basha mori gjysmën e qeverisë dhe i humbi zgjedhjet më keq se 4 vite më parë. Prandaj po them, është shumë e rëndësishme, parsore është rrëzimi i qeverisë dhe kjo ide, ky parim ka për të ardhur në jetë kur masa e madhe e shoqërisë do të kenë besim tek ata që e thrasin dhe që do të thrasin, si e thashë pak më herët, për ta mbyllur përfundimisht kuzhinën e pisët të korrupsionit, ku është mishi, kockat, gjaku, djersa, mundi, kreativiteti i një shoqërie të tërë që bëhet verë e çokolata, e vila, e apartamente, e gjithçka tjetër, a thua se ne jetojmë në vendin më të pasur botës që paska edhe për këta. Jemi sot që po flasim vendi me pensionet më të ulta në Evropë, nuk ka më keq se ne. 700.000 vetë janë me pensione nga 180 euro. Dhe këta që e kanë pushtetin, vazhdojnë dhe vjedhin. Dhe bukur është që pavarësisht se goditen nga spaku, këta vazhdojnë dhe vjedhin gjithnjë më shumë. Dhe ky është paradoksali e këtij sistemi, që mekanizmat e institucioneve drejtësisë, pavarësisht se po ecin goxha përpara në punën e tyre, nuk po e shkurajojnë vjedhjen, sepse ai që ka vjedhur tashmë nuk ka më problem të vazhdojë të vjedh deri në momentin do t'i pritet koka nga pamja institucionale dhe do të përfundojnë në burg. Pyetje Gjinish? Me mbrëmë Arlen. Ju keni drejt kur thoni, unë ju kam ndjekur, ju keni drejt kur thoni që mediat nuk kanë qenë miqësore me ju. Ju kanë abandonuar. Ju keni drejt kur thoni që jeni vetmja parti që keni një boshtë ideologjik, pavarësisht kujt i pëlqen dhe unë e çmoj shumë të pjesë. Jeni vetëm parti që keni doktrinë. Ajo që ne po diskutojmë sot, edhe që shqetësimi juaj dhe gjithëve ne është mënyra se si të largojmë të qeveri të korruptuar dhe për gjithë ato arsye që ju përmendët pak më herët. Ndërkohë që ju vetë ka një opozit, aqsa është Partia Demokratia, disa parti tjera, cilat po bëjnë disa protesta dhe është forca kryesore, faktikisht politike opozitare. Ndërkohë që edhe ju jeni pjesë e opozitës, si mendoni ju jashtë këtij mekanizmi ndërpartiak opozitar, a mund të rrëzohet partia në pushtet kaq e korruptuar, thjesht duke bërë media, duke bërë leksione mediatike ose mesazhe ose zbërthime ideologjike, cilat janë shumë të bukura, sepse kështu mendojnë gjithë shqiptarët, këto janë hallet e gjithë shqiptarëve. Problemi është e akti. Ju si e mendoni aktin? Thjesht ideja që kemi gjithë klasën politike ne kemi të korruptuar, pak a shumë, absolutisht. Atëherë çfarë duhet bëjmë ne? Që të presim që gjithë të njerëz t'i marri Perëndia dhe atëherë të jetë sheshi bosh dhe të dalin parti si ju edhe të tjerët, me pak fjalë pse nuk bashkohen gjithë partitë opozitare. Më shkurt pak a shumë. Jo, kjo është pyetja. Pse nuk bashkohen gjithë që të heqin një këtë të keqe të madhe? Pastaj hapet loja dhe secila shikon interesat e veta partijake po të ndryshojë një herë diçka. Qartë. Falenderoj për pyetjen. Nuk e di nëse zoti Gjinish është ende klerik, po gjithsesi do dua të jap një përgjigje. Unë e mendoj politikën rreth politikë morale. Ky ishte një defekt që je shumë larg jetës publike, Jo, më fal, nuk e kisha për kritik, thjesht mos ka kritik fare, s'ka kritik. Mos është kjo arsye. Nga që politika për mua në radh parë është një alternativë morale. Prandaj edhe mendoj që feja në radh parë është moralitet, do përpiqet
ti përmirësoj drejt moralshme dhe drejt të drejtës marrëdhëniet midis njerëzve. Prandaj u bëra këtë lloj hyrje. Po jo, s'ka lidhje, po edhe politika morale është full fare, mos e pa moral nuk vjen dot. Po është amorale në fakt. Dhe të thatë që unë duhet të shkoj drejt kësaj. Duhet ishte, sipas sensit aristoteliane të vjetër, duhet ishte kulmi ose mishërimi i moralitetit shoqëror. Ndërkohë në Shqipëri është gjithçka mbrapsht, politika është cinike, është e korruptuar dhe gjithçka tjetër. Tani, për mendimin tim, populli shqiptar do ta përmbys këtë qeveri dhe këtë sistem kalbur kur të njohë reputacioni dhe alternativën morale të atyre që përpiqen ta përfaqësojnë dhe të bëhen zëri i tyre publik. Dhe Lëvizja Bashkë të gjë e bën, jo vetëm me ligjëratat e mia, jo vetëm me videot e mia, po e bën në terren. Siç u thash, kemi organizuar 2 protesta suksesshme. Unë kam qenë me ditë të tëra duke shpërndar lajmërimet e protestave, duke folur me qytetarë. Orlin, dakord, po si mendon ti të bjerë kjo qeveri e korruptuar, mo? A mendon që bien këtë formë? Për gjithë jetën time, siç e kanë bërë të tjerë që dje shanin Edi Ramën dhe Berishën edhe të nesërmen votohen nga Rama dhe Berisha për të marrë poste shtetërore, unë këtë nuk e bëj. Për mua politika është moralitet dhe besoj që në emër të këtij morali ne kemi për t'ja dalë ta masivizojmë mbështetjen për ne dhe kundër kësaj qeverie dhe këtij sistemi politik të korruptuar. Në rastin e mbetim në llogoret e vjetra, ku njerëzit duhet zgjedhin midis Ramës dhe Berishës, nuk do ecin përpara sepse Rama rreth par ka për të luajtur me ndjenjat, me nostalgji. Jo, unë thash diçka tjetër, Më fal pak, lutem, më fal pak. Ne do t'i japim njerëzve një alternativë që është përtej Shillës dhe Karibës politikës së vjetër dhe besoj që Lëvizja Bashkë është katalizatori ose ajo pika ku do të rrethohet, do të vi rreth e themi shoqëria ose pjesa. Arlind po thoja diçka tjetër. Jam dakord me ty që gjithë kasta politike e Shqipërisë është ashtu, kush më shumë dhe kush më pak korruptuar. Tani, ne nuk mund të gjejmë një ekskavator magjik dhe ti hedhim të tërë në det. Kemi këtë qeveri. Nëse do ndryshohet kjo qeveri, do të bie dhe do sillet një alternativë më ndryshe, më mix, duke marrë pjesë të gjithë, iku gjysma e të keqes dhe gjysma tjetër e kemi përpara për ta përpunuar. Po kështu si thoni ju që unë do sjell një alternativë. Ju do ja pyetje që çalon, po sepse e tha që në fillim. Po pra, në fillim unë këtë pyetje i bëra. Pse si që ju? Të lutem Arlind një sekond vetëm. Arlind të lutem. Të lutem një sekond vetëm. Në të njëjtën me fjalë të tjera, të njëjtën Arlind të lutem. Me fjalë të tjera, të njëjtën pyetje ja bëra unë. I thash pse nuk ishe ti dhe tha, mua më ndaj në kjo i tha të gjitha, nuk do, nuk vete atje, nuk bashkohet, e tha qartë, nuk ka pse të vazhdojmë tani të humbim kohë. Është i qartë, ti tani të t'i mbush mendjen që hajde të rëzojmë të së është mi keq, të të mbajmë të s'do, thot mo. Dhe a ishte i qartë në punë e vetë, nuk do të një losë e mund, thot. Dhe të marra që pak sa merë dhe këshu, këtë ide ka i. Dakord, po shumë topike si ide me realitetin. Ajo është ide shumë e bukur dhe duhet arrit, duhet ketë kohën, o Arlind, një minutë. Duhet kesh kohën e mjaftueshme që të piqen do kush. Po nuk do mo zotëri tani se nuk do ta bëj këtë punë sepse mos ka lidhje pjesë, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje pjesë, jo po thoja këtë që ajo është ide shumë e mirë. Unë mendoj që ai ishte i qartë në këtë histori, zoti Qori. Nëse ka qartësi, nuk është kontribues për këtë realitet. Kjo është gjithë. Po kush është nga këta ti e dëgjove lapën? A i doli partije, kryetari opozit i Partisë Demokratike dhe i tha, ata po bëjnë punën e Edi Ramës. Bukur pra. A e djove ti? Atëherë jepi një jetë Edi Ramës dhe bëni emisione... Ore tha për këta po bëjnë punën e Edi Ramës. Do aksion opozita. Agroni tha dhe këtë tjetri... O, zotri, agron sheja i tha dhe këtë tjetri po bëjnë punën e që godasin opozitën dhe kritike opozitës asi e tha, dhe po bëjnë punën opozitës dhe bëjnë punën e Edi Ramës. Tani këto vendime ka marrë. Ne leta respektojmë për vendimet që ka zoti Qori. Po patjetër se kisha ka pjesë. Zoti Qori unë i pash kishe drejti te kjo koha që ne s'kemi qenë kishe shumë drejt. Të henën që vjen, është i fundit për këtë vit, i e patjetër. Sepse kam këtë radhë të inde kam bankersin, dhe kurumin, cilët janë 2 kompani, që nuk i hynë gjemë në këmbë. Kanë vjedur, kanë elmuar, kanë vjedur në tokën dhe mbi tokë. Qa kanë mundur? Nuk i hynë gjemë në këmbë dhe nuk flet asnjëri nga 2 palët. E kam të enjtë këte, të enë, bëu gati, ti do t'jesh dhe këtë drejtë shumë. Këtë drejtë shumë që... Për do të qështë, po, dakor. Jo,
Faleminderit. Këtë drejt që s'ke qenë për kohën. Unë të falenderoj shumë, kemi në një gjë tjetër? Zoti Qori të falenderoj shumë për ndryrjet. Faleminderit. Kënaqësi, ditën e njëjtë të hënën që vjen, domethënë, pas një jave ne jemi e ke publike e ftesën. Që të laj dhe unë atë që kam bërë, dhe në janar, pa tjetër do të kesh me intensitet më të madh. Ti jesh i sigurt për këtë punë. Okej, falenderoj. Ti jesh i sigurt. Emision mbar. Emisionin tim e ndihmon shumë, domethënë. Zoti Qori e ndihmon, sinqerisht e ndihmon emisionin vërtet. Dhe unë e kam kënaqësi që e kam në studio. Tani gradualisht nëse mundeni në lidhni me zotin Lapaj dhe tani doktori tha që PD thatë ju ka bërë qindra, nëse jemë ndihmon me Lapajn, PD ka bërë me qindra protesta këto 12 vite. Në vitin 2017, kër ishe Luli, nguli dhe çadrën për 3 muaj, por në pushtet nuk erdhen. Tani, kjo lëvizje, mendoni që shërben kjo që bëjmë këtë dhe ne, mbarojmë të mitingun, pas një muaj ose 2 muaj, 3 si një miting tjetër e këshu, çfarë duhet tjetër për të, sepse kemi dhe këtë momentin që ju thashun, nervi sikur ka vdekur pak të njerëzit, sikur nuk duan konformist, kanë filluar shumë njerëz të konformizohen. Si e mendoni? Kjo është një problem. Që njerëzit, çfarë besojnë njerëzit dhe si e besojnë njerëzit të punë. Problemi është e kultura demokratike. Mendoj unë, para. Pra një kultura demokratike nuk do të thotë që ti den në protest në shërbim të një partie apo në përfitim të një partie. Der një protest ose der proteston vetë pa u lidhur me asnjë protest për atë që mendon ti se duhet protestuar. Do der për të protestuar që qeveria të dëgjojë zërin tënd dhe të reflektojë, pa reaguar qeveria ti nuk do heqësh dorë nga protesta. Pra demokracia nga diktatura ka dallimin që në demokraci qeveria ka frikë nga qytetarët, në diktaturë kanë qytetarët frikë nga qeveria. Shqipëria është një vend ku qytetarët kanë frikë nga qeveria, se mos i heqin nga puna, mos nuk u japin atë që u takon, mos u mohojnë një drejtë që kanë dhe nuk dalin. Edhe për faktin që këtu nuk ka sindikata, nuk ka organizime të tjera, ka organizimi vetëm edhe heqin nga puna. Heqin. Edhe heqin. Heqin sepse nuk ka organizime. Absolutisht. Organizimet e vetëm janë partitë, dhe prandaj partitë janë ato që blejnë më shumë njerëz. Kështu që ata ndihen të mbrojtur vetëm në ombrellën e partive politike. Ajo që thot PD-ja tani në këtë rast, duke pasur parasysh që njerëzit nuk dalin, janë të ftohtë, nuk kanë besime të tjera, në flamurën e PD-s është shumë më e vështirë. E para për shkak të skepticizmit që kanë shumë qytetarë ndaj Partisë Demokratike që u tha këtu, dhe e dyta është që nuk ka parti politike që udhëheq një revolt, siç e tham, një revolt të dhunshme e cila detyron qeverinë të tërhiqet. Nuk ka ndodhur kjo as në Shqipëri në 91-97 që ne kemi pas raste të ngjashme. Në 91 nëse ju kujtohet, qeveria Nano u rrëzua për shkak një greve të minatorëve të Valiasit. Pavarësisht se Partia Demokratike e mbështeste grevën, ajo është një grevë urie e minatorëve të Valiasit. Dhe aty u futën sindikatët e Bashkimit Sindikatëve të Shqipërisë, u futën qytetarët të Tiranës që i mbështesnin, por edhe Partia Demokratike, por suksesi i saj ishte kjo, që ishte një akt i qytetarë, jo akt politik. E dyta, 97-a, pavarësisht se dyshohet se Partia Socialiste ishte e lidhur me rebelët e Jugut, por ama ato ishin ndërvizje qytetarë që humbën paratë. Dhe drejtoheshin nga zemërimi që kishin qytetarët që humbën paratë në firmat piramidale. Pavarësisht se çfarë mund të bënte në rrogoz Partia Socialiste, nuk doli asnjëherë si organizatore dhe nuk është se e morin ndonjëherë drejtimin e protestave dhe të përleshjeve që u bën në policinë. Partitë politike janë gjithmonë ndërmjetësuese të një përplasje mes qeverisë dhe qytetarëve. Aty bëhet marrëveshja politike, siç ndodhi edhe në 91-shin dhe në 97. Kështu që Partia Demokratike dhe gjitha partitë e opozitës sot do të hynin në lojë pasi qytetarët të zemëroheshin me qeverinë, të destabilizonin situatën dhe pastaj të detyronin qeverinë të ulej për një zgjidhje me përfaqësuesit e tyre politik. Kështu që të thuash që unë do të dal në protestë, protesta ime do bëhet e dhunshme, unë do ta udhëheq protestën ndaj dhunës,
Atëherë duhet të mendosh, a do jesh me parti politike apo do jesh formacion parapolitik? Lapajnë e kemi, thonë në lidhje. Mirë mbrëma. Përshëndetje. Ore, ti e fillon mitingun në pas pesnatet, e eqin ata, vinë ata dhe pas ta vjen tja. Do mua beti tani. Po jo, po që të tem. Tani më spjego, pyetja e parë një lloj si me Zotin Qori dhe tjetrit i do kem. Pse ti nuk ishe në protestën e Sali Berishës? Protestën kombëtare. Sali Berishës. Unë kam 15 ditë që them, kjo duhet jetë protestë e qytetit. Unë kam dalë pa logo këtu. Në momentin që del me logo, e ke ndërprer rrjedhën e rrëkeve për të mbledhur një lungë përbashkët që ta përmbysë këtë zotrin. Nuk është koha të rrisim partit tani, është koha të rrisim Shqipërinë. Të shpëtojmë Shqipërinë nga pengmarrja që i ka bërë Edi Rama, ka që thjesht është. Tani unë kam 15 ditë që e them këtë. Duhet të gjithë t'i lënë logot, flamujt e partisë te Selia, ndërkohë këtu të vinë si qytetarë dhe se cili të zërë një pjesë të sheshit, dhe masivisht qytetarë të bashkohen dhe të bëjmë presionin e dur për ta detyruar këtë zotrin t'jap dorëheqjen, kaq. Si du duk protesta e... Duke si... Po si mu duk, si një nga 13 vitet e shkuara, 12 vitet e shkuara, një da historie dhe kaq. Nuk, kjo fitohet me qëndres, kjo fitohet duke thirrur qytetin, duke thirrur popullin që të dalë dhe ai socialisti, dhe ai demokrati, dhe ai që është me Shqipëria bëhet, dhe ai që është me mundësin, dhe ai që është me partinë agrare, e merat. Të gjitha partitë duhet kuptojnë që duhet kalojnë moment të dytë pas, dhe qytetarët të dalin masivisht pa dallim. Që do të thotë, ne mund mos e duam njëri tjetrin, por kemi një halë përbashkët, që është regjimi më hajdutesk në Europë, dhe një nga më hajduteskët në botë, që është Edi Rama. Ne mund mos e respektojmë njëri tjetrin, por të gjithë bashkë kemi një problem të përbashkët, që është Edi Rama që vjedhë vjedhjet. Ne mund ta kemi inat njëri tjetrin, por jemi të dënuar, jemi këtu si qytetar masivisht, pasi nëse nuk jemi këtu masivisht bashkë, Edi Rama veç e veç na mund gjithve, ka që t'jesh është kjo. Adretik, ti ke realisht 15 ditë që qëndron atje, edhe është shumë për të vlerësuar. Por në momentin kur thua, unë e kam hequr logon e partisë dhe kam dalë si qytetar, ka një kontradikt në tërmes. Ti tash ke një parti politike, me cilën ke mbi një vit që je në skenën politike, ke mbi 64.000 vota, pra mbi 64.000 veta që të mbështesin. Pikpyetja është që pse mbas 15 ditëve dhe jo mbas 15 orëve, aty tek ty për qark nuk janë as 64 veta. Kjo është pikpyetja e madhe që ne ngrem, pra pse njerëzit, pavarësisht se ti thua unë po e heq logon dhe po dalë si qytetar, pse njerëzit nuk vinë atje? Pse në mitingun e Partisë Demokratike ka më pak njerëz se herët e tjera? Pse në protestën që bën Agronshe ka më pak njerëz? Pse në protestën që bën Arlind Qori ka pak njerëz? Pra çfarë mungon që njerëzit mbas këtyre skandaleve të tmerrshme të qeverisë, që kanë vjedhur parat nga xhepat e tyre dhe njerëzit janë koshient tash, sepse SPAK-u është që i artikulon grabitjet në xhepat e qytetarëve, njerëzit nuk vinë atje dhe të qëndrojnë me ty 1 orë, 2 orë, po të jenë në numër më të madh dhe jo në numër aq të ulët sa që mund të shoh për ditë. 64 veta, 50 veta, 70 veta, në momentet që ti ke... Tash ajo është edhe një gjë që duket, por nuk ka rëndësi. Po them nuk ka masivitet. Pse ndodh kjo? Tani se ore dhe njerë që të ndajmë një gjë. E para njerë, unë kam dalë si qytetar këtu, se për mua me thënë drejtën vlen më shumë Shqipëria se partia. Ju jeni mësuar me një republikë që partia është vetë jeta, po për mua partia është një instrument në funksion të Shqipërisë. Për mua dhe për ne, këtu. Tani unë po të them, unë e nisa i vetëm, se kështu e mendova, nuk e gjykova dhe nuk e ndava as me partina, as me kryesin tonë, sepse e konsiderova si një aktivizm qytetar, ka vëndi nevoj për këtë gjë. Po, Adretik, por kur ke dalë si qytetar një 2 vite më parë, edhe mbushe gjitha të shesh atje. Qëfar ka ndodhur këto 2 vite që ti jeme me një numër minimal njerëzish? Kjo është pyetja, për qëfar ndodhë? Jo, s'është e vërtet, nuk është e vërtet. Unë e nisa i vetëm, u bën 20, u bën 30 që flën këtu, mbi 30 që flën zhonat këtu, dhe çdo mbas dite mblidhen 100, 150, 200 njerëz çdo ditë të ndryshëm,
për një forum qytetar që bëjmë me këtu duke e shtruar, dhe ditën e shtunë ne e kulmuam me protestën e parë. Dhe ditën e shtunë në shesh kanë qenë të paktën 2000 persona që janë njerëz që vinë pa autobus, njerëz të lirë, qyteti, dhe unë jam i bindur që pas pak ditësh ku ne do të thrasim të dytën, do të jenë goxham shumë e kështu me radhë dhe po e rrisim gradualisht sepse nuk është sport i lehtë ky, po të që e kishim bërë. Do me thënë që në Shqipëri është vrarë fryma, është vrarë nervi, kjo është pak po e sigurt, po ka dy rrugë. Ose unë do rrisi ty në studio dhe do i them dikujt që pse nuk dalin njerëzit, ose do dalë dhe do bëj këtë këtu, dhe unë mendoj që dhe ti duhet vish me mua këtu. Mendoj unë, se dhe ti videsh. Unë mund të vi atje me ty dhe tri. Detyrat janë të ndara. Unë përpiqem të flas. Jo, s'janë të ndara detyrat të tri. Të lutem, një sekond, se çfarë detyre ka mund që të dalë këtu edhe të më thua mua që kanë ndara detyrat. Cila është detyra ime? Ke marrë përsipër të drejtosh një forcë politike. E kam përsi qytetar. Ke marrë përsipër të ngresh një forcë politike dhe për të ndryshuar këtë realitet, pastaj e heq uniformën e partisë dhe të vesh qytetarit, kjo është një mënyrë për të thënë... Po se se bën ti pra, hajde bëj ti. Si? Hajde bëj ti, se se bën. Unë nuk e bëj dot. Se nuk delti në protest kundra i 2-3 të Tiranës dhe Belinda Ballo. Unë nuk e bëj dot, nuk kam ndoshta fuqinë tënde për të mbledhur njerëz, dakor? Por po se bën dot, thuaj mua bravo pra sa bën, edhe po të pyesja, sepse ty në ndryshimet një 2 vite më parë, nuk të mblidhen më shumë njerëz se si të mblodhen atëherë kur ishte forcë politike. 2 vite më parë, jam atë gjë mua. 2 vite më parë, e kam nisur njësoj si kësa herë i vetëm, dhe janë dashur 13 ditë që protestat arrinë në kulmin e vet, dhe kujtoj që qenj një protest që lidhej drejt për drejt me xhepin e njerëzve në mënyrë direkte, dhe unë po të them që kjo tani po rritet dhe të shtunën ishin 2000, unë besoj që të shtunën tjetër apo për 10 ditë do të jenë 5000 e kështu me radhë, por të lutem, kjo nuk është çështja e Adriatikut, kjo nuk është çështja e partie, kjo është çështja jote, është çështja e zotit Rakipi, është çështja e kujdo që na dëgjon, sepse ato lekë që mbledhen janë dhe lekë tuaja dhe ju duhet jeni këtu. Edhe ju si gazetar duhet jeni këtu, sepse kjo hajdutërinë e madhe ka shkatruar dhe po shkatron dhe vendin tuaj. Ne ta respektojmë. Patjetër më ja thash. Patjetër forcat e reja, pavarësisht nga rezultatet, janë dhe njerëz që të përgjigjen. Është për të vlerësuar qëndrimi i tij. Arroganca dhe mendimësia e atyre që bën protestën dhe duan të dalin vetëm dhe jo me gazetarë. Ne thresim dhe ai thotë çfarë mendon dhe të përgjigjet ty dhe nuk bën asnjë, mua s'm ka kërkuar ndonjëherë lapaj, asnjëherë s'm ka kërkuar kush është në studio. Çfarë do thotë? Çfarë do më thënë? Çfarë kuptimi ka? Asgjë s'më thotë, as qori që iku nuk më thotë, asnjëherë. E thonë vetëm 2 partitë e mëdha të vjetra, sa partitë. Sa të vjetra sa ky që quhet pluralizëm shqiptar. Sa ky që quhet pluralizëm shqiptar. Kupton? Kështu që ta lëm lapën, nuk të kundërshtoj me pyetja ishte nuk e kishte kundër lapën. Jo, më nuk kam gjë, shikoj, nuk kam gjë me zotin Tela. Se kam me lapën, e kam me, si ka mundësi që mbas këtyre ngjarjeve bërtitse nuk mblidhen njerëzit. Është popull konformist. Ka mundësi. Kjo është për të diskutuar në studio. Është popull konformist. Unë mund ta them në studio dhe e them sa herë që dal, që ata që na qeverisin po na vjedhin parat nga xhepi. Unë kaq ka mundësi ta them. Ti ke më tepër mundësi të dalësh dhe të mbledhësh njerëz. Pyetja ishte përse njerëzit nuk vinë atje. Kaq. Ja, unë po ta them pra. E para një herë, sepse në këtë republikë të Allavaj, ku njerëzit janë trajtuar si çështje dorës së dytë, dhe ku gjithë e kanë kuptuar dhe nga përgjimet që edhe këta të botës së medjes, këto që thonë sepse kanë marrë nga pak para lart e poshtë, po dalin gjitha tani, dhe ku njerëzit kanë kuptuar që përgjithsisht këtu gjithë e kanë jo seriozisht, sigurisht që vritet besimi. Dhe sigurisht që kur del dikush edhe kur disa angazhohen, idhet balk nga çdo anë, sigurisht që njerëzit tepen. Ajo që unë po të them është që se cilit në këtë republikë, dhe kjo nuk është problemi im, ne kemi dalë, po e rrisim, ishe 2000 të shtunën, ere si kur sot talë unë e bëra detyrën si qytetan, se nuk i kam marrë për sipër në kujt në një. Unë kur dola nuk thash do ndjerë 200.000 njerëz, unë dola thash do talë vetëm. Dola me të shtunën me 2000 njerëz. Unë me besoj që për 2 javë do dalë me 5000, për 4 javë do dalë me 10.000.
Kështu ma thot mendja, po rezistova fizikisht. Pra, zoti Lapa, po nga ana tjetër, askush nuk mund të më thot mua pse s'po nxjerr njerëzit. Hajde mo ti nxjerri. Hajde me mua këtu të bëjmë thirrje. Nuk ka të bëjë me ty, nuk ka të bëjë me ty. Nuk është thjesht me ty. Fenomeni përgjithshëm. Zoti Lapa, ne po diskutonim që ka ngort pak nervi dhe është Ky është fakt. Do me thënë, do shta po përtas, po nuk e di atë konformizëm shumë i madh. jam në shesh. Ky që thoni ju që ka vdek nervi, ky është fakt. Tani unë si Adriatik dhe ne sa po përpiqemi, po mundohemi që këtij trupit të vdekur, kësaj shoqërisë që është në gjendje kome, t'i kthejmë jetë, ta ngjallë dhe po e bëjmë duke dhënë modelin e sakrificës. Se nuk është e lehtë për mua të rrihet plën trotuar, se nuk kam nevojë unë plën trotuar, me thënë drejtën. Po pse e bëj? E bëj se nesër dua që ta shoh vajzën time kur të rritet dhe t'i them baba jote e bëri luftën e vet. Pastaj doni ju, rrini më mbajni, se më shumë se kaq çat them unë. Po tani edhe analiza pa vënë gishin në plak, duke thënë që ore fajin e kemi dhe ne, dhe ju duhet i thoni vetes aty në studio, që dhe ju keni faj. Keni faj sepse duke mos të vërtetat siç janë, e keni vënë shoqërinë në këtë gjendje të jashtëzakonshme të vështirë që është sot. Dhe ky është fakt. Jo, ne i tregojmë shoqërisë ç'a ndodh, nuk marrim përsipër të themi. U tani do themi unë erdha për të thënë sa të vërteta o zoti Rakipi, se po tjetër nuk vija. Po tani ndoshta edhe s'kemi ç'i bëjmë vetvetes dhe edhe vetvetes, po dhe shoqërisë. Procesi nuk po njëri me faj, po them që kjo punë bëhet duke i dhënë gjithë nga i dorë të mirës. Procesi i madh është, procesi gjatë dhe i vështirë. Gjithsesi ti do të vijosh ti jesh aty, ne do të lidhemi vazhdimisht bashkë. Sa të më mbajnë, o do bje Redi, o do më lë Shëndeti mua dhe do iki. Këty rruga. Po më lë Shëndeti, do të riqem. Unë falenderoj dhe do të jemi vazhdimisht në lidhje bashkë. Ju përshëndet. Faleminderit. Atëre, më ndihmoni me sheja një lutem, dhe të bëj dhe një pyetje unë për gjithë të ryezën, se në fakt po të mos futeshin këta të partive të reja, ne do na binte emisioni, se unë isha përgatitur, ishin dalë dhe gazetar në teren, që do vazhdojnë të deri nesër. Kytela më tha, po, më tha këj mua, ora qeke këtë mendje, tha. Bilje më tha dhe... Ato që bën proteste që do rëzonin qeverin, u mbyllën pas proteste. Dhe zonja që punon këtu, bilje më tha Marsida mu, këtu që punon këtu. Tha mua ore si kur kjo të mbyllet, tha si... Mbeta unë, mbeta për një moment thash unë, ua, që thot kjo, pastaj thash, po ndoshta ka drejt kjo. Po prap i vura pak përqind. Thash të vazhdoj, jo, ajo bë aty, foli doktori, si që në gjithmonë, dolen dhe ato që si kur kërcenuan, pastaj një zonjë, vajti i puti ata të gjithë policët, me sa pashun, apo jo, se unë kështu edhe mirë, me rësirë sidomos, e kam problem, i puti të gjithë policët dhe pasi morën fotot, që t'i përdorin për në të gjitha, a e kemi shejajnë, se mos e ka zëngjumi këtë. E kemi, kalohe. Kështë flekur, gjanëm se. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. E njëta pyetje, pse ti nuk ishe sot atje? Se ti ke qenë dhe demokrat, dhe ty do t'a bëjmë me shumë më forcë pyetje. Demokrat. Po tani sa po përmëndët ju, Julli? He? Sa po përmëndët ju? Para 3 ditësh, Berisha tha që ne jemi opozitës, e i shërbejmë Ramës. Dhe tani thot, pse nuk erdhët në protest. Por nuk është vetëm kjo arsye, se nuk është se mbetet qefi mua nga çfarë thot Partia Demokratike. E vërteta është që ne na ndan qëndrimi në lidhje me protestën. Për çfarë po protestojmë? Po protestojmë për arritjet e drejtësisë, se si drejtësia më në fund po nxjerr para drejtësisë të korruptuarit, por si është e mundur që drejtësinë e njëri quajmë, njëri i bëjmë e komplimentojmë dhe pastaj nga ana tjetër i quajmë Altin Troplini. Kupton, nuk ka koherencë dhe kur s'ke koherencë u mbet besueshmëri. Si mundemi të bëjmë një protestë? Ky është problemi dhe kur flasim për besimin e qytetarëve, pikërisht është kjo. Ne nuk mund të pretendojmë nga shoqëria, të akuzojmë shoqërinë që shoqëria na qen nga pa nerve, ti masim nervin shoqërisë apo ti bëjmë moralin shoqërisë, ndërkohë që ne nuk kemi të besueshëm. Në radhë të parë është besueshmëria. Kushdo që i bën moralin qytetarëve, në radhë të parë i bën një pyetje vetes. Po unë jam i besueshëm, jam mjaftueshëm, i besueshëm. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë pastaj është të punosh, të vazhdosh dhe ta bindesh. Dhe jo ti bësh gjyqje. Qartë. Tani, këto që mblodhen i peti, Partia Demokratike, mblodhi kombin, si të thosh aty, kemi vëndën e Berisha mblodhi kombin në protest. Që mendon tani ti?
realizuan në ngja, si? Tani, Partia Demokratike bëri protestën, është drejtën e saj të bëj protesta. Unë kam respekt maksimal për gjithë qytetarët që dalin dhe protestojnë kundër korrupsionit, që reagojnë, pavarësisht se janë atar partie apo nuk janë qytetarë të thjeshtë. Nuk besoj se ka shumë rëndësi, po dhe do të kisha dashur të ishin shumë, por protestat duhen respektuar. Gjithë ata që thonë jo po u arrit me protestën, protestat bëhen gjithmonë. Nuk është se në çdo vend të botës bëhen protesta dhe jo çdo herë që ti bën një protest bie qeveria. Se do ishte thjesht atëherë, qeveri do binin çdo ditë. Do mjaftonte të bëje një protestë do binin qeveri. Protestat bëhen për të dhënë një mesazh, për të treguar me kë je me drejtësinë apo je me të korruptuarit. Je indinjuar si je indinjuar, është një formë protesta, prandaj quhet protestë, është ngritje zëri. Dhe shumë mirë që protestojnë. Janë të drejtën e tyre. Mirë Bento, a? Tani, ishte një shans shumë i mirë, dhe një pozicion i vështirë për qeverinë, dy rastet, për Ballukun dhe për Akshin. Penalizimi që bëri Spaku, akuzat, vënien në akuzë, dhe ishte një, në këtë pikpamje u përpoqim tashim, ishte një shans dhe një rast i mirë për opozitën. Si mendoni ju? Por sigurisht është një rast shumë i mirë, sepse në thelb unë e shoh të pamundur se si Edi Rama mund të vazhdojë të qëndrojë në pushtet. Pasi dolën që rrëmbejnë qytetarët në mes ditës nga oficer policie apo bandit të veshur me uniforma policie, është pa imagjinueshme se si qeveria mund të vazhdojë të qëndrojë në detyrë. Po dalin përgjime, nuk po flas për përgjimet e Ballukut që praktikisht nuk ka tender në të cilin Balluku nuk e ka paracaktuar dhe nuk ka vjedhur qytetarët shqiptar, dhe qartësisht me përgjime del që nuk e ka bërë me kokën e vet, po ka dalë dhe emri i Edi Ramës. Nga ana tjetër del përgjimi tjetër ku Agasi praktikisht ka përgjuar të gjithë ata me cilët është takuar në zyrën e vet, me ministra, deputet, zyrtar të lartë, oficer policie, biznesmen, janë gjithë në panik se nuk e din kur do t'i dali emri. Ka një qeveria praktikisht është inexistente, në parlament nuk vjen më, nuk përballet më, nuk debaton më, se s'ka më çfarë thot. Ju dëgjuat ndonjë reagim sot nga qeveria për shembull Ylli? Dëgjuat, unë nuk pash asnjë reagim, as dia as sot, nuk po flasin më. Tani ky është një tregues i qartë që kemi të bëjmë me një qeveri që nuk mund të vazhdojë të qëndrojë në detyrë. Dhe ka ndodhur ajo në fakt që të gjithë prisnim që Edi Rama të nxirrte kokën e tregonte që ishte kundër drejtësisë. Spaku do të arrestojë Belinda Ballukun, kurse Edi Rama thotë jo nuk mund të arrestosh, po i mbron me 83 mandatet që thotë që ka marrë. Kjo është ajo që ndodh. Ka rast më të mirë, jo nuk ka më të mirë, por nga ana tjetër nuk mjafton, e kemi thënë edhe tjetër, duhet një projekt politik i besueshëm, nuk mjafton që të kapet nuk e vjedhur. Qytetarët shqiptar duan të besojnë që ai që do vi nuk është njësoj si këta që po ikin. Nuk do vazhdojnë, nuk u intereson fare të zvendësojnë dikë që po i vjedh me dikë tjetër që mendojnë që prap do t'i vjedh. Kjo është ajo që do bëj diferencën. Vetëm ngritja e një alternative të besueshme. Dhe ne si parti politike këtë bëjmë. Ky është qëllimi ynë. Jemi një parti e re, e vogël në krahasim me Partinë Demokratike. Nuk ka absolutisht dyshim. Lejo të bëj pyetjen më të rëndësishme në këtë rast. Berisha u shpreh qartësisht që me veprimet që bëni janë të thirrur, tha, por tha ju jeni opozitë e opozitës. Po bashkë me njëri tjetrin nuk mund të operoni ju në këtë gjendje që është Shqipëria, se kushte më të mira janë e të gjitha. Unë jo më kotë ju thira, ju kam thirrur të 3 personazhet më të rëndësishëm të pjesës së opozitës, që është pavarësisht nga problematikat që ka patur brenda jush, e kupton? Se lapën që sapo kisha unë, partneri që kishte në zgjedhje i shkoi avokati popullit. Po mbron popullin tani, po në një mënyrë tjetër. Tani ju bashkë, mund të jeni bashkë. Ky ka qenë një diskutim dhe ne dhe jemi sulmuar bile nga partitë e reja duke na thënë jo po bashkohemi, duhet të bashkohemi, ju kujtohet apo jo? Qartë. Dhe shqyqër zotit që rezistuam
kësaj thirrje, se ndryshe do ishim sot duke diskutuar mbi teze, alla dhe xhaxhallar. Nuk do ishim parlamentar Suna Seraldi, por do ishin kandidatët fiktivë, le të themi. Kështu që ajo u kuptuaj që bashkimi dhe thirrjet për bashkim nuk ishin të sinqerta, sepse ata nuk ishin të vërtet, siç kuptuam. Por për të përgjigjur në lidhje me qorin, e din të gjithë që ne kemi ndarje ideologjike jashtëzakonisht shumë të madhe. Ata janë të majt ose të ekstremit të majt, ne mendojmë, ne jemi të qendrës djathtë. Dhe themi ka një aversion nga ana e tyre në raport me ne, kanë një paragjykim. Janë të drejtë në tyre, nuk duhet t'i gjykoj. Por sidoqoftë, sigurisht me ata, nëse flasim për një qëndresë dhe një betejë në mbrojtje të drejtësisë, sigurisht e mendoj njësoj. Dhe jemi të besueshëm njësoj, sepse asnjë nga ne si forcë politike, as ata si forcë politike nuk kanë mbajtur, nuk kanë ndryshuar qëndrime gjatë kohës, edhe nuk kanë një të shkuar që i bën të pabesueshëm në mbrojtjen e drejtësisë. Kurse për sa i takon forcës tjetër politike, Shqipëria bëhet, tani unë kam thënë çfarë mendoj, nuk janë Atleti Klapaj nuk është i besueshëm në betejën për drejtësi, sepse vjen pikërisht nga ajo drejtësi që është totalisht ku ka qenë totalisht i përlyer. Tani moralin politik ka humbur prej kohësh edhe nuk më habit, por që të thuash, hajde dalim në mbrojtje drejtësisë, ndërkohë që është totalisht ka humbur çdo besim në lidhje me drejtësinë, nuk ka asnjë kuptim. Nga përgjimet e Akshit ka dalë në fakt që të njëjtët me cilët bënte pazare Atleti Klapaj kanë dalë edhe në përgjimet në dosjen e Akshit. Kështu që unë nuk e kuptoj se ku e gjin kurajëm këta njerëz të thonë hajde ju tani na u bashkoni që ne të bëjmë betejën bashkë në mbrojtje të drejtësisë. Kurse cili është në drejtën e vet të bëj politikë. Kemi dhe 9 minuta në dispozicion. Ka në njëri pyetje për Agronin? Ju, ndoshta edhe kesh kuptuat pak pyetjen e Yllit, e kishte për protestën e sotme. Pra sot, Partia Demokratike bëri një protest jo për drejtësinë, po themi po përballë skandaleve të qeverisë, të cilat edhe ju i artikuluat. Kur u bët bashk për të kandiduar për zgjedhjet lokale, nuk mund bëheshit bashk për një protestë të tillë? Kjo ishte pyetja. Atëherë, nuk u bëm bashk për zgjedhjet lokale. Unë propozova një ide, thash, kandidati alternativ i Edi Ramës duhet të jetë një figurë jo politike, një kandidat nga shoqëria civile, le të themi. Dakor? Dhe të gjithë, kush do ta mbështes, le ta mbështes. Kjo ishte ideja jonë, edhe ata ju bashkuan ides tonë. Dakor, kështu që tani mund ta quash bashkim, quheni bashkim, nuk ka rëndësi. Bashkim pra është se ra dakord për diçka, bashkim është. Tani them se bëni bashkë për një protestë. Ne po flasim, pikërisht, tani vim të protesta. Ne nuk mund të flasim, të themi, hajde protestojmë kundër korrupsionit. Nuk ka qytetar shqiptar në Republikën e Shqipërisë që nuk është kundër korrupsionit. Të thuash edhe Parti Socialiste dhe socialistët që thuash hajde protestojmë kundër korrupsionit, do dalin do protestojnë kundër korrupsionit. Edhe Edi Rama, po ta dëgjosh çdo ditë thotë ne luftojmë korrupsionin, çdo ditë bën nga një konferencë për luftën kundër korrupsionit. Çështja është cila është zgjidhja. Dakor? Dhe çfarë raporti kemi ne, çfarë qëndrimi mbajmë ne me ata që po bëjnë drejtësinë. Se ne nuk mund të themi drejtësia ose e mbështesim drejtësinë, që do të thotë që kushdo që ka patur një post publik të rëndësishëm, nëse ka dyshime apo ka akuza nga drejtësia, duhet të dalësh dhe të përballesh me drejtësinë, dhe kjo vlen për të gjithë, ose je kundër drejtësisë. Nuk mund të jesh kundër drejtësisë. Protesta nuk ishte kundër drejtësisë. Protesta ishte për skandalet e qeverisë. Kur dalin skandalet e qeverisë. Po për këtë ishte protesta sot. Nuk ishte protesta sot, ishte për skandalet e qeverisë, prandaj u thirr. Kuptova, po nuk pyetja është pse, domethënë çfarë të keqe kishte që edhe ti ishe pjesë e kësaj proteste, kaq. Bëre protestën tënde para 2-3 ditësh. Pse mos ishte atje? Nga të tre këta që pyetëm ne Tela, arsye më shumë nga të gjithë për të mos qenë ka Agroni. Ka ikur nga ata. Po mirë, pra kur kërkohet një qytetar, ju lutem, unë e kuptoj rëndësinë dhe këtë diskutimin e bashkimit dhe u shpjegova edhe në lidhje me bashkimin që bashkimi jo gjithmonë sjell është një gjë e mirë. Në fundit ishin bashkuar, do kishte përfunduar shumë keq. Po tani t'jemi pak
Jemi pak me këto në tokë. Se këta nuk janë E thupra, para, kupton? nuk mund të zgjedhësh jam në bashk për luftën kundër korrupsionit, po jemi kundër drejtësisë. Tani, unë nuk mund të mbështes një inkoherencë. Dhe koherenca është shumë e rëndësishme se ka të bëjë me besueshmërinë. Ne kemi bërë protestat tona kundër korrupsionit dhe në mbështetje drejtësisë, sepse këtu kemi të bëjmë me parimin dhe sidomos me zgjidhjen. Nuk mund të jemi, themi, problemi më i madh që ka opozita dhe që ka patur opozita në këto vite, është pikërisht ky që ditë të jetë vetëm kundër korrupsionit. Pik. Nuk ka zgjidhje, nuk ka parime, ditë jetë vetëm kundër korrupsionit. Po s'ka njëri në Shqipëri që nuk është kundër korrupsionit. Të gjithë janë kundër korrupsionit. Qartë. Problemi është që duan një alternativë të besueshme dhe nuk mund të jesh i besueshëm nëse thua kur kërkojnë mua janë kriminela, kur akuzojnë Ballukun, bëjnë punë shumë të mirë, duan duar trokitur dhe o burra të dalin të përfitojmë nga kjo gjë dhe të protestojmë kundër qeverisë. Nuk është e besueshme. Është një alternativë e pa besueshme. Qartë. Agron, unë falenderoj shumë për ndryrjen. Faleminderit Ylli. Urojmë që në ditët që vinë të edhe për shkak të problematikave që ka tani, është një kohë e përshtatshme. Unë besoj që është një kohë e përshtatshme për ju. Unë mendoj, Ylli, që ndryshimet nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, është e përshtatshme si thua ti, por ky është një rrugtim i gjatë. Nuk mund të presim zgjidhje sot për sot të menjëhershme. Është një proces i gjatë. Ne jemi të vetëdijshëm që jemi futur kësaj rruge në një vit e gjysmë që ekzistojmë si parti politike, kemi bërë një pjesë të rrugtimit dhe duhet të vazhdojmë të qëndrojmë. Dhe di që rruga e shkurtër mund të duket o burra bëhemi të gjithë bashkë, i harrojmë të gjitha, sepse tani është momenti ta rrëzojmë, të përfitojmë. Me qëra fjala dëgjova dikush kishte deklaruar që ky është momenti i ardhur për partitë e vogla se mund të bëjmë pjesë e qeverisë teknike apo gjëra të këtij lloji. Në asnjë mënyrë ne nuk do bëjmë pjesë në asnjë qeveri teknike. Ne mendojmë që sa më shpejt duhet të ketë qeveri Rama duhet të bie, Rama duhet t'japi dorëheqje, po në fakt Rama ashtu si kanë dalë dhe i bazuar në provat që ka Spaku, Rama duhet të zgjedhë ose të shkojë në burg ose të ratistet, se nuk bëhet fjalë më për qeverisje, por sidoqoftë, ne nuk kemi për të bërë kur pjesë asnjë qeverie teknike, ne mendojmë që fjala duhet ju kthehet qytetarëve, të cilët duhet vendosin janë me të korruptuarit apo janë me drejtësinë. Zgjedhjet parakoshme sa më shpejt. Agron, të falenderoj shumë. Natën e mirë dhe do të shifim. Faleminderit. Atëherë kthehemi nga një minutë për secilin. Ç'më ndoni se vjen pas kësaj gjendje ku ne jemi? Po si gjendje? Këto parti dy akuza. Jo. Ja s'nis mendoni soi. Jo, këta s'mendojnë një lloj të gjitha. Këta punë e tyre tani, ne çfarë do bëjmë ne këtyre? Ne s'kruajmë dot. Jo, problemi është që kur një parti thot ne kemi rrugë të gjatë, ç'do të thotë? Pra, ti je përballë Ramës. Ne thua ne kemi një rrugë të gjatë, që do të thotë që do ri Rama në pushtet derisa të realizojnë ta veten. Dhe pastaj thonë duam qeveri teknike shpejt, sa çfarë zgjedhësh të bësh ti ke rrugë të gjatë? PD-ja s'ka besueshmëri. Ti je parti e vogël. Aladët s'kam besueshmëri, atëherë çfarë do të thotë kjo? Hajde mbajmë Ramën sa të bëhemi gati neve. Prandaj më duken pak të paqarta, pak konfuz këta partive të reja. Dhe besoj që e vetmja mundësi këtu është që bashkë këta të kërkojnë bashkë, duke qenë se janë në një front përballë skandaleve korruptive, jo përballë Edi Ramës. Të kërkojnë rrëzimin e një qeverie e cila ka arritur në nivele të korrupsionit të cilat janë pa imagjinueshme, që nuk mund të mendohen dot. Nivelet të korrupsionit ku zyrtarët e lartë marrin pjesë në pengmarrjen e biznesmenëve. Se dëshmia, e kuptoni, kur u mor peng Geron Metro për shkak. Dëshmia e asaj Kçanaj, Mirinda Kçanaj në Spag ishte që na bezdiste shumë me ankesat e tij, na bllokoi proces. Nga pak fjali se do të fillojmë një. Atë morën peng se bllokonte Mirinda Kçanaj. Qartë. Pra, ne arrim në nivele të korrupsionit që nuk kanë parë ndonjëherë. Këta duhet të ndajnë mendjen, a janë këta që ta pranojnë të korrupsion derisa të bëjnë gati për të ardhur në pushtet?
apo do dalin të bëjnë betej me korupcionin, të rëzojnë të qeveri që bazohet, që e ka korupcionin shtyllët vetëm, dhe pastaj të merren me rritjen e partive të tyre. Erdhen. Po vinë këta ftuarit e tjerë, hajt. Nga dy fjali atërë, hajt. Mendoni se? Atëherë ne po flisim për protestën. Ajo që vure për te kësaj është bashkohet me zotin Abilekaj. Ne kemi një opozit e cila nuk dëshiron të bashkohet dhe të krijojë një alternativë për bashkët. Dhe të gjitha tjerat janë nul, janë zero. Të gjitha justifikime se kemi diferenca ideologjike, se e shohim ndryshe, se ne si jemi e sa ata, se si jemi se këta, këto janë gjitha në një këndvështrim, si thuash, duke marrë në konsiderat interesin e qytetarëve, këto janë komplet nul. Kështu që për sa kohë që këto të kenë këtë qasje, Edi Rama jo këtë mandat, po merr dhe 10 mandate tjera, sepse nuk hidhet dot, nuk ka ndryshim politik pa opozit, pa mjete politike. Dhe këto janë mjetet politike, këto janë organizmat politike, këto janë gjithë ndarë dhe secili shikon interesin e tij. Shumë egoizëm. Unë mendoj se ka një rrezik për stagnacion dhe për agoni, që do të thënë gjendja do shkoj kështu dhe do të shkoj zvarr dhe askush nuk do të mund të transformojë asgjë. Ka pasur një debat në Partinë Konservatore në Britani, tani kur humbën zgjedhjet. Shumë shkurt sepse po presin të ftuarit e tjerë dhe duket si të bezdisur. Eksponentët e saj thonin që nëse ne do të gjykojmë që populli votoi gabim aksidentalisht dhe të mos shohim veten, kjo do jetë vrastare për ne. Tash burimet njerëzore këtu i ka Partia Demokratike e Shqipërisë, si burime njerëzore. A do të munden ta bëjnë këta? Është çështje tjetër sepse me sa duket këta të rinjt janë dhe politikanë të papjekur në kuptimin politik. Duan të bëjnë show, kanë dëshirë të sillen si KPDI në dalje televizive. Tela dy fjali? Nga dosjet që s'pak përgatit për këta që na qeverisin, çdo ditë lexosh nga një faqe në publik, bën një të mirë publike, sepse skandalet e qeverisë janë pa limit. Pastaj, nëse opozita bëhet bashkë, nuk bëhet dot bashkë, e rëndësishme është që ndoshta opozita duhet të ndryshojë këndvështrimin e saj në raport me SPAK-un, sepse duhet ta ketë SPAK-un aleat të saj kundër qeverisë. Për ndryshe, do vazhdojmë emisione të flasim për dobësitë e opozitës ndërkohë që tullat qeverisë nuk e heqim dot. Të nderuar televizikues, kjo ishte pjesa e parë e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme. Përpoqëm ta konfiguronim, ta fokusonim protestën e opozitës, ajo zgjati shumë pak, nga çutatën, me thënë, nuk ishte ajo që prisnim. Folëm pastaj me përfaqësuesit e partive të reja dhe menduam dhe pritëm që dhe ata të bënin një, si thua, opozita të ishte të paktën bashkë, jo me këta që bënë sot protestën kombëtare, po të ishin bashkë me një tjetrin, që ndoqë dhe dëgjuat kjo ishte e gjitha. Në pjesën e dytë do të përpiqem me dy të ftuarit mi ta shikoj problemin edhe në kënd tjetër. Një kënd ndryshe, me dy njerëz të cilët kanë këndvështrimin e tyre shumë interesant. Era e zë çuditshëm, po këndvështrim interesant. Do të kemi e meritojmë edhe Ramën edhe Berishën si pjesë të dytë të emisionit. Fare shkurt publicitet rikthehemi. Faleminderit shumë. Faleminderit.